Mirdita, sot do flasim mbi një fjalë gjerësisht të përdorur, një fjalë që e gjejmë tash në çdo komunikim publik, përfshirë ose veçanërisht atë politik, fjalën oligark. Fjala oligark ka mbi një dekadë që përdoret në Shqipëri, në botë është më e gjerësisht e përdorur. Në Shqipëri e ka përdorur kryesisht opozita. Por para 5 vjetësh, në kjo ka qenë arsyeja sepse para 5 vjetësh unë bëra një shkrim mbi këtë temë, ku mbështetem edhe në komunikimin e sotëm, e përdori edhe kryeministri i Shqipërisë përdori fjalën oligark. Mirë po, kryeministri i Shqipërisë me fjalën oligark nënkuptonte të pasurit e vendit, elitën më të pasur të vendit. 10 më të pasurit e vendit dhe 100 më të pasurit e vendit sipas tij, sipas diskursit asaj që tha, apo oligarkët e vendit kishin paguar më shumë taksa se sa në kohën e Partisë Demokratike, ku qeveriste Partia Demokratike. Ky ishte thelbi i asaj pse zuri në gojë zoti Rama fjalën oligark. Në Shqipëri përdoret gjithmonë më shpesh, por shumica dërmuese as ja din kuptimin, thjesht e përdorin sepse dëgjojnë nga tjerët dhe nënkuptojnë njerëzit e këqinj. Njerëzit nga ku origjinalizojnë gjithë këqijat që po jetojnë shqiptarët tani këtë periudhë. Përgjithsisht ata nënkuptojnë të pasurit, njësoj si zoti Rama. Këta shumica dërmuese e shqiptarëve përdorin sepse dëgjojnë nga atë më të zgjuarit. Ata kujtojnë se disa njerëz që janë shumë të zgjuar e përdorin atë dhe kujtojnë se e përdorin në vendin e duhur. Dhe fatkeqësisht edhe këta njerëzit e zgjuar që e kanë përdorur në fillim dhe vazhdojnë ta përdorin, ose e kanë sjellë në diskursin publik shqiptar dhe politik shqiptar, përgjithsisht ata nuk ja din kuptimin, por edhe ata pak fare që ja din kuptimin, nuk janë të interesuar ta thonë ose ta prezantojnë në kontekstin ose në kuptimin e vet. Kuptimin nga ku rrjedh fjala oligark. Fjala oligark rrjedh nga koncepti oligarki. Oligarkia është një sistem, një regjim politik qeverisës. Gjithë bota e njeh këtë konceptin oligarki, nga ku rrjedh fjala oligark. Oligarkët çfarë janë? Janë drejtuesit e oligarkisë, janë një grusht njerëzish të cilët e drejtojnë këtë regjim politik, qeverisës specifik në një vend caktuar. Dhe kjo është arsyeja pse për herë të parë kjo është përdorur për Rusinë e Putinit. Oligarkët e Putinit nuk janë gjë tjetër veçse njerëzit pranë tij të cilët marrin pushtet ekonomik nga vetë Putini. Ky është kuptimi i fjalës oligark që rrjedh nga oligarkia. Për një shpjegim më të gjerë do thosha që shkencat politike njohin 5 grupe regjimesh ose sistemesh politike që kanë drejtuar botën dhe mund të drejtojnë botën edhe në të ardhmen. E para është monarkia, sundimi nga një njeri i vetëm. E dyta është oligarkia, sundimi nga një grusht njerëzish, kjo që për cilin po flisnim. Pra një grusht njerëzish kanë pushtetin e vendimarrjes si në politikë, si në ekonomi, si në kulturë, në shumë çka, për mos thënë në gjithçka, ka shi popullit të vet që është gjithmonë i papushtetshëm. Si thua është një regjim ose në rastin konkret një sistem tjetër është demokracia. Demokracia nënkupton pushtetin e popullit. Pushtetin e njerëzve. Përfshirjen masive dhe të plot të njerëzve në vendimarrjet politike dhe veçanërisht ekonomike. Një sistem tjetër është republika, ku njerëzit kanë një nivel demokracie, por se ligjzbatimi është thelbi i asaj shoqërie. Pra shoqëria ka bërë disa ligje të cilat i zbaton rreptësisht, ka një nivel të lartë të zbatimit të ligjit. Shumica dërmuese e shoqërive perëndimore si thuash, janë të vendosura midis këtyre dy shtyllave, demokracisë dhe republikës. Dhe për te republikës, si një, si thuash, sistem akoma më i djathtë se sa republika, demokracia, është anarkia.
anarkia është një regjim shumë i keq kuptuar, shumë i trajtuar gabim, por ne nuk do hyjmë te kjo. Për të ardhur te gjëja. Gjëja është kjo, që si monarkia, si anarkia nuk arrin dot të krijojnë sisteme. Ato funksionojnë për disa javë, për disa muaj, po asnjëherë, asnjë mbret, asnjë sundimtar nuk ka pasur një pushtet absolut, sepse gjithmonë ka pasur ca njerëz rreth tij të cilët edhe këta kanë ushtruar pushtet. Nuk ka qenë absolutiste monarkia asnjëherë, sado që mund të jetë përdorur si shprehje. Gjithmonë më kujtohet për shembull byroja politike, kur arrestuan, do t'i bie shumë shkurt, një njeri të tyre, i vun në shtëpinë faktin që ai kishte marrë vendim për të vrarë një shqiptar në Francë, i cili ishte kundër regjimit, pa pyetur byron politike. Ka raste pafund, pra pushteti i Enver Hoxhës, që ishte një pushtet shumë afër absolutes, nuk ishte plotësisht absolut. Pra, shkencat politike në praktikë, sepse ishim duke folur për një korrentësi teorike, në praktikë përjashtojnë si monarkinë absolute, përjashtojnë edhe anarkinë që mund të ndodhi. Edhe anarkia mund ndodhi disa orë, disa nuk ndodh më gjatë. Ne nuk do flasim shumë për to, prandaj po ta shikoni, shoqëritë njerëzore janë o në oligarki, të cilat teoria i ndan në oligarki plotësisht staliniste, që shkojnë duke drejt monarkisë, pra njëarkisë, dhe oligarkisë fashiste, ose fashizmi, të dy anët të njëjtës. Këtu rrjedh edhe regjimi i Zotit Rama. Zoti Rama është ose qeverisja rilindase është gjë tjetër vetë se një oligarki, ku një grush njerëzish kanë pushtet absolut. Për të gjërë, ase absolut e thamë, nuk ka mundësi të ketë askush, jo më një grup. Në këtë kuptim, kjo është oligarkia dhe këta janë oligarkët. Se kush janë me emra, e dini ju më mirë mos e i thoni, për kë bëhen ligjet, si bëhen ligjet, e kështu e ashtu. Po të hyni ju, kush i merr tenderat, kush i merr punët publike, kush merr PPP, të shumë e qartë. Por për ta mbyllur këtë çështje, nuk është e ndarë midis oligark duhet të jesh i pasur. Se oligark mund të jesh edhe i varfër nga zero. Për shembull, ne kemi dy oligark. Njëra ishte nga Berati, në mos gaboj, nuk jam njohur si mirë, por nga Berati, e cila kishte vetëm një kafe. Pra para se të merrte atë PPP-na çka ka marrë dhe u kthye në një oligarke, kishte vetëm një kafene. Kurse një tjetër na erdhi në shëndetësi, në mos gaboj. Na erdhi nga Italia vetëm me 1000 euro. Kishte 1000 euro dhe një punëtor, ndërtim. A mund të konsiderohet ai i pasur? Jo, si ishte i pasur, u bë i pasur sepse ishte oligark. Pra Rama e zgjodhi ta përfshinte krye oligarku, i përfshiu të dy këta njerëz megjithëse ishin të varfër, ose jo të pasur, se mbase të varfër nuk ishin të pasur. Aktivitetet e tyre ishin minore, ishin minimale. Në këtë kuptim ata u kthyen në oligark, ose pjesë individ të cilit merrin vendime. Dhe kjo është oligarkia, nga kjo kuptohet oligarkia. Së pari nuk janë të pasur, nuk ka lidhje me të pasurit, ata do bëhen të pasur përderisa janë oligark, por jo domosdoshmërisht ishin të pasur përpara, si shumë të tjerë. Dhe e dyta dhe më rëndësishme është që nuk mund të jesh oligark nëse nuk je pjesë e një regjimi ose vendimarrës në një regjim oligarkik. Dhe regjimi oligarkik krijohet i tillë sepse njerëzit që kanë pushtetin politik kanë një hapësirë të madhe pushteti, një teshtrirje të madhe pushteti. Imagjinoni Ramën, i njëjti person, i cili mos kishte drejta të jepte ose kushtetuta ligjet, megjithëse kanë përshtypjen që e thon, po të mos e lejonin atë të bënte PPP. Do ishin prodhuar ata oligarkët që u prodhuan nga PPP. Ky është kufizim qeverisje. Pra duhet të jesh i majtë që të besosh te shteti i madh që ka pushtet, ka fushë veprimtari, pa të bëhesh oligark, ose të krijosh një oligarki. Duhet të krijosh një shtet të madh, një shtet të fuqishëm, me një qytetar shumë të vegjël, të varfër, të kputur, që ti pushtetin tënd pastaj ta shpërndash tek oligarkët. Ndryshe, prandaj oligarkia, sikurse e tham, është e lidhur qartësisht me të majtën politike. E majta politike do më shumë pushtet për shtetin, do një shtet të madh, një shtet të fortë. Kurse e djatha politike
sa më shumë shkojmë djathas, fuqizon qytetarin dhe zvoglon shtetin. Duke zvogluar shtetin, ke zmadhuar ose ke fuqizuar qytetarin dhe ke fuqizuar rregullat e tregut ose funksionimin e shoqërisë në pjesën si politike dhe ekonomike në bazë të rregullave të tregut. Se tregu është edhe në politikë, nuk është vetëm treg ekonomik. Tregu është edhe në politikë. Një njeri votohet gjerësisht, pra merr shumë vota, sepse besohet. Kështu funksionon dhe tregu i ekonomik. Ne votojmë me votë për tregun politik, ne votojmë me portofolën tonë në tregun ekonomik. Pra, nëse i fshim këto PPP-t e zotit Rama, marrim një për shembull, këtë zonjës Nushi. I dha 130 milion euro për të bërë një check-up. Shpun ka shteti të bëj check-up njerëzve, që njerëzit në dorë kanë portofolin e tyre, shkojnë e bëjnë check-upin ose jo, ose nuk bëjnë check-up, o bëjnë një diçka tjetër për shëndetin e tyre. Kjo është zgjedhje e lirë, ky është tregu kapitalist. Tregu oligarkik është ky që kryeministri vendos se shqiptarët kanë nevojë të gjithë të bëjnë check-up, të bëjnë kontroll të shëndetit. Dhe këtë ja jep një personit të vetëm, ka kundrejt një çmimi që sigurisht është i fiksuar, sepse në tregun e lirë nuk është i fiksuar. Ti vete tek një, se s'dua të përmend nga ato ku bëhen analizat, s'po e përmend emra laboratorësh, e gjen me 40.000 lekë të vjetra një grup analiza, shkon te një tjetër e gjen me 30, dhe ja ku kështu krijohet konkurrenca në tregun e lirë. Kurse nëse ti vete tek shteti, pra tek zgjidhja që i ka dhënë zoti Rama nëpërmjet zonjës Nushi, ti i ketë përcaktuar çfarë? Se paguan vetë në rregull, e paguan nëpërmjet taksave, jo në mënyrë drejt për drejt si te tregu lirë, po gjithsesi ti e paguan se nuk vin nga qielli këto para. Janë o borxhe që i merr qeveria për fëmijët e tu dhe për tu, që do i paguash ti ose fëmijët e tu, o vin direkt nga taksat e tua, nuk ka rrugë tjetër. Në këtë kuptim, kjo është oligarkia. Mos bini pre e unifikimit të oligarkisë dhe veçanërisht të konceptit oligark që rrjedh prej oligarkisë, duke trajtuar ose duke barazuar me të pasurit. Jo. Si të pasurit dhe të varfrit janë të ndarë në dy grupe të mëdha, në të këqinj dhe të mirë, pavarësisht nëse janë të këqinj, janë të pasur apo janë të varfër. Mund të ketë të pasur të këqinj, mund të ketë të pasur të mirë, mund të ketë varfër të mirë, mund të ketë varfër të këqinj. Nuk është kjo lidhja. Lidhja është çfarë raporti ke ti me vlerat morale dhe me disa aspekte të drejtave të njeriut. Sepse unë e konsideroj edhe zonjën Nushi një bashkëpunëtore në oligarki, meqense morëm atë zonjë në gojë ose e sodhëm në bisedën tonë atë zonjë për pengjellimin e asaj, sepse një zonjë me moral do thoshte që jo, unë s'mund të futem në një gjë të tillë. Është e pamoralshme që unë të fitoj para në kurisë të shqiptarëve. Nuk po zgjate më, kjo ishte ajo që doja të ndaja sot me ju. Faleminderit që më dëgjuat. Mirupafshim.